Që në një shtet ligjor presupozohet që hetimi e ka gjithmonë derën të hapur. Po këtë rast ai po kërkon nga parlamenti, besoj. Nëse kërkon një komision parlamentar për një sër investimesh. Por pjesa më e madhe e qeverisjes, mos them, drejtimi bazohet gjithmonë tek supervizimi. Pra që hetimin e ka brenda në çdo rast. Mendoj, siç e gjykoj unë, që investigimi duhet të jetë lidhur me kontrollin ligjor, pra një due diligence, të vërtetohet origjina kapitalit, identiteti i investitorit, dokumentacioni dhe përputhshmëria e ligjit. Hetimi financiar, për të parë, ka dyshime për pastrim parash, evazion fiskal apo burime të palishme të fondeve, dhe institucionet financiare që duhet, edhe hetimore që duhet përfshirë, janë përfshirë apo jo, kanë bërë detyrën apo jo. Pika e tretë mendoj duhet të jetë vlerësimi i sigurisë kombëtare, sidomos kur lidhet me energjinë, telekomunikacionin, infrastrukturën kritike e tjerë, ku shteti mund dhe duhet shqyrtojë nëse investimi paraqet rrezik për sigurinë kombëtare. Se ne themi strategjik, po mund të preki sigurinë. Pra raporti me sigurinë, pra a është bërë analiza e riskut apo jo. Dhe pika e katërt mendoj duhet të jenë hetimet penale, nëse ka indicie për korrupsion, falsifikim dokumente, shpërdorim detyre dhe verba tjera penale nga organet e drejtësisë, të cilat ato mund të nisin hetime, se si ka nisur nëse ka pasur detyrim apo sinjalet qarta e tjerë. Pra edhe aty mund të kemi shpërdorim detyre dhe trafik influencë e tjerë. Pra duke qenë që janë strategjike dhe përfshihen pjesa e biznesit lartë dhe politikës lartë, qeveritare dhe jo qeveritare, se kemi edhe opozitare në shumë raste, siç kemi rastin e kullave, atëherë le të shohim, le të hapen letrat, do të ishte gjë shumë e mirë, me që jemi në kuadër të transparencës të munguar, sidomos po t'ja bashkangjisim kërkesave dhe arsye pse është ngritur kjo protest, që sot është në ditën e 38 saj. Ka qenë që është e pafalshme që ne tolerojmë në territorin e Shqipërisë, qoftë edhe me joint venture, në investime me shtetin apo me tjerë, po që janë të rëndësishme, qoftë edhe në prokurimin e parave publike, ne përdorim kompani offshore, dhe aq më tepër që këto duke qenë që trajtohen si investime mbas edhe të huaja, në të vërtetë mund të jenë shqiptar, mund të jetë që zgjidhja mosmarrëveshjes të jetë në arbitrazh e ne të paguajmë fatura. Pra, nëse investimi është bërë, apo është në rrugë e sipër, ti do të ndalosh me një vendimarrje politike, fatura do të jenë të papërballueshme në arbitrazh. Pra kanë gjetur rrugën për ta mbrojtur veten. Radhë parë, transparenca. Dhe hetimi i tyre nga fillimi në fund, dhe ndalimi nga ky moment i marrjes pjesë të kompanive offshore në investime strategjike, në prokurimin publike, po mundësisht në gjithë jetën ekonomike shqiptare.